Territori shqiptar për datën 16 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në pjesën më të madhe të territorit, priten rreshje lokale shiu, kryesisht në orët e pasdites dhe mbrëmjes, me intensitet të ulët deri mesatar në zonat veriore dhe lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor dhe më pas jugperëndimor, me shpejtësi 5 deri në 11 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare dhe të hapura, era mund të arrijë deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të lehtë, 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 21 gradë. Peshkopi 7 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 24 gradë. Durrës 13 deri në 24 gradë. Kavaj 12 deri në 23 gradë. Elbasan 11 deri në 23 gradë Celsius. Berat 11 deri në 24 gradë. Korç 7 deri në 19 gradë. Vlorë 14 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 23 gradë. Sarand 14 deri në 23 gradë Celsius.